tani shikues të dashur, rikthiem sërish së bashku, si që përmenda në fillim, kemi një bisedë shumë të këndshme dhe kam një bisedë shumë për qefi bashkë me një vajzë të vogël, e cila është në moshën 12 vjeçare, Ujza Jupolli, e cila është shembull i guximit dhe këmbënguljes, ku në moshën 7 vjeçare jeta e Ujzës ka ndryshuar rrënjësisht kur u diagnostikua me diabet të tipit 1. Fillimi nuk ka qenë i lehtë pasi vlerat e larta të sheqerit në gjak u rrezikuan seriozisht në shëndetin e saj. Megjithatë, e përmenda që sot në moshën 12 vjeçare, Ujza është shembull i guximit dhe këmbënguljes. Ajo vazhdon të merret me gjimnastik, natë duke fituar qindra medalje, këtu i kam përpara bashkë me Ujzën. Mirëmëngjesi Ujza. Mirëmëngjesi. Faleminderit shumë që je sot këtu me ne. Faleminderit juve. Po ma merr vëmendjen te, po pas teje po ma marrin vëmendjen të gjitha këto medalje. Unë po du së pari mja nisë me na tregu gjitha këto medalje prej ku i ke marrë. Okej, këto medalje janë shumë. Do i ku marrë në Prishtinë, do i ku marrë jashtë shtetit, të më thonë Bullgari, në Shkop. Janë shumë medalje në vend të ndryshme, edhe çdo medalje ka një kuptim vetë, një domethënie, edhe krejtve ja marrin me në kuptimin. Krejtve ja marrin me në kuptimin. Na nuk e di sa kena kohë krejt me na tregu çfarë kuptimi kanë, por besoj që po du me ditë cilat lën ty përshtypje mas shumëti. Nashta s'mujna me marrë, po mundesh me na tregu me cilin vend e ke marrë, edhe pse ty të kujton më së shumëti. Okej, i kam 2 medalje që më kujtojnë ma shumëti. Është një e gjimnastikës edhe një e notit. Janë qëto. Që kja është e notit, ku e kom fitu në Shkop, u kom gara e parë, kur jem shku në Shkop edhe e kom fitu vendin e dytë. Na nuk kena posë shpris që kena me fitu vendin e dytë, tani trajneri më tha që e ke marrë të vendin e dytë edhe jena gëzu shumë se u kom gara e parë në Shkop edhe nuk kena besu që kom e mbri qatë sukses, qatë madhë për e parë në Shkop. Edhe këtë tjetra është e gjimnastikës, ku kanë hera por që ku jëm kanë gara gjimnastikës, edhe e këm fitu vendin e por, edhe një të dytin, edhe jëm kanë shumë krenore me vetën se ke gara e por, edhe nuk e këm besu që këm e fitu. Po të regon pak kur ke fillu me natë? Okej, One, kam fillu me natë për moshës 7 vjeçare, kur diagnostikova me diabet tip 1, mame edhe babe më mamojt nivelin e sheqerit stabil, me ndun që më mqun në natë. Edhe one në fillim e kisha pak vështirë, ama mendimin e një trajnerit që më ka shty shumë për para edhe më ka jap kurajo që mos më lëshu dur prej andrave të mija, ishtë ai trajneri cili qëtë Granit Marina. Pastaj i kam edhe disa trajnerë të tjerë, ku edhe ata më japin shumë vetë besim, edhe nuk më lujnë me heq dur prej andrave, është Rita Zëqiri, Besar Shola dhe Artiel Shola. Ti je një vajzë vogël edhe je një motiv për të gjitha vajzat tjera të cilat nuk bën mundal me ëndrat e veta, por të regon pak si e kujton ti, ke qenë në moshë të vogël kur je diagnostiku me diabet, por të regon pak si e kujton atë kohë? Okej, one të më thonë kur jam diagnostiku me diabet tip 1 në moshën 7 vjetë, one isha një fëmi shumë energjik edhe më kam pëlqy shumë aktivitetet, ama një ditë trupi filloj më jep disa simptoma që nuk i kom pos kur, kom pos etje, lodhje, ndjersitje dhe urinim të shpesht. Kur këto simptoma kam fillu më po ma të mëdhoja, prindemi kam vendos që më dërgu të spitali. Kur shkova të spitali, aty mama të glikemin edhe më dojnë shumë e lartë, edhe kur vlerat vetëm bëshën më të larta, mjekët vendosën që të më qojnë në reportin e pediatris, ku aty ndajta 10 ditë.
Është një periudhë që nuk është e dëshiruar, por normal kuptohet që ajo ka kalu, edhe ti vetëm se po jeton ëndrat e tua dhe po vazhdon dhe po ke suksese goxha të mëdha. Edhe mu po m'vjen mirë dhe po them që vëmendjen po ma marrin shumë dhe po m'pëlqejnë shumë. Edhe shumë kisha dashur që dhoni mi pas këto medalje në natë dhe gjimnastik të cilat asnjërin nuk di me bo çysh është mas mirë ti. Po tregon pak për gjimnastikën. Pse në gjimnastik? Okej, une që shtash jem ka një fëmijë shumë aktive, edhe nuk mëj diqysh me nejt pasive, nduna me pas ose një hobby ose një sport, ku është gjimnastika. Dhe më thonë gjimnastikën e kam vetë si hobby, sa mos me nejt pasive, mos me nejt në shpëve që me shku të një sport, edhe më ma stabilizu pak shëqirin edhe unë me konë ma fit. Për natë, sa stërvitje që shka në natë, sa herë në javë? Okej, në natë shkoj 4 herë në javë, e në gjimnastik shkoj 3 herë në javë. Qysh po mundesh mi balancu këtë të dyat? Okej, tash une hone mërkure prem të shtune, këm natë, marte, ejte, këm gjimnastik. Do më thonë tër jave një e ngarkuar me sport. Po. Apo të pëlqen kjo pjesë? Po, valla shumë, diqysh se kur qita shkëm pushim natë, sepse është vira, edhe nuk jem të mujt me nejt pa natë, se nuk muj me nejt pasive heq. Ne po i shohim disa video që ti edhe disa fotot duke bërë natë. Tregon pak se sa ka qenë e vështirë me mësu notën? Nuk ka qenë gjatë që fështirë, veç unë njëherë vetëm kom shku për shëndet, amo tani ma ka dosh notën shumë, edhe fillova që të notoj me teknik të mirë, i roshin shumë trajnirav, edhe tani vendosën që më gjute Akademia B, ku aty nuk e kom pas shumë fështirë, po tani të shku ma shumë, u bë pak ma fështirë se tash sa ma larkë që shkën, gjatë ma fështirë buhet, amo për teknika nuk është najsen që më ka fështirë përveç teknika e shpinës. A mundë më arë më mësone me ty? Po mëre. Të regon pak, Ujza, se si mundësh edhe sa është e vështirë me balancu sportin, aktivitetet fizike që po i përmend, me diabetin? Okej, këtë të vija nuk janë shumë vështirë, sepse te ku shkën në sporte, te të është me shiku njëherë nivellin e sheqirit, e nëse është shumë nalt, te nuk u dzën me hinë stërvitje me atë sheqer, sepse mundet më të bodam, e duhet me prit të isa të zbritet, të isa të bjenë stabil, pastaj me hinë në stërvitja. Po, të regon pak se në cilën klasë jetani dhe atë kanë bështetur shoqët në këtë aspekt, si në diabet, gjithashtu dhe në sporte? Po, unë dash në klasën e 7 tash, edhe si arsimtarët edhe si shoqët e shokët e klasës më bështetin shumë me diabet, po edhe me sporte. Ne kemi parë disa video që ti i poston në rrjetet sociale, edhe kum pa që kanë impakt shumë të njerëzit dhe të regon pak se si erdhi ideja për mi bua ato video. Okej, une vetëm kam vendos një dit, se kur më krysë në zore, vendosa që ta bëj një video vetëm për qafë kështë, edhe pastaj me mutrën, bashkëpune me mutrën, na endra që ma të video e editum, edhe vish për kurajes na vendosëm që me postu, edhe vetëm filloj të bëhet më virale, edhe vetëm kom dosh mi të regu njerëzve se qysh është jeta me diabet të pëne. Po çfarë reagime është ke marrë prej njerëzve në rrjetet sociale? Atë kanë shkru? Po, më kanë shkru shumë komente pozitive, nuk kam pas tash asë një koment negativ, vetëm pozitive. Tash që kam postu një video me një aplikacion, jenë të më falenderu shumë se është një aplikacion që
ndihmon shumë për llogaritjen e karbohidrate, edhe aty po më shkruajnë shumë komente pozitive. Tregona edhe për publikun që janë duke na shikuar për momentin, se si përdoret aplikacionet që me pas edhe ata sa më të lehtë për atë që vetë sa tregove. Okej, tash na kur hina te aplikacione, do të ta qet si një faqe, edhe aty është një ikon e gjelbërt ku është Snap. Ama aplikacioni është me pagesë, ama shtatet e para është pa pagesë. Edhe e prek Snap edhe e fotografon ushqimin që kime ngrën, edhe aty t'i kallëzon sa gram karbohidrate i ka. Kur jemi të ushqimi, a ki problem me ushqimin për me ngronë sanët dhe a ki problem se ndoshta një diçka nuk të hahët, ose si duhet me balancu kohën e ushqimit, normal se ka rol edhe luan besoj që edhe koha kur e han edhe qka han, se besoj të gjithë ju intereson si do mos kur është puna të ushqimi. Okej, unë për ushqimin nuk është që kujtista shumë, ama munduna që me hongër shëndet shumë. Menaxhimin e ushqimit unë e moti me aplikacion, edhe si pas raportit mjekut, numrit e më korrigjus, unë edhe sa gram i ka i ushqimar edhe insulin. Tregon pak se atë kanë kontaktu fëmijët për kur i kanë pa videot? Jo, nuk më kanë kontaktu fëmijët, vetëm që më kanë shkru shumë veta, kam vetë që që menaxhon diabetin, sfide vështirë, e shumë komente tjera. E të kthejmë pak prap të noti. Tregom se kur ti e tregove medaljen e parë që e ke marrë, tregom se a ke prit që kanë me të bu, tregona sa janë gjithsej këtu, faktikisht, sa haru me përmend. Tash 57 medalje janë të notit dhe 2 medalje janë gjimnastikës. Okej. Edhe unë për këtu nina shumë krenore për vetën, ku s'dia që shi kom bo. Nashta kom shku qatë shumë gara, sa nuk e dia as vetë, sa kom shku edhe i kom fitu qëto medalje. Ti edhe së fundi ke qenë me një garë, tregona pak për garën? Po, unë kom qenë në kampionatin e Kosovës, e cilën bojnë Staparen. Unë aty e kom kalu një kohë shumë të mirë, se kom posë edhe rezultatet mira, ku e kom fitu një vend 2, 2 vend 2 edhe 2 vendet të treta. Peshojmë edhe fotën. Po, jem kanë shumë krenare me vetën, se i theva dhe disa rekorde personalet mija, ku u bërë shumë kohë që nuk i kom përmisu ato rezultate dhe në kampionat unë i përmisova. I ki përmirësu, zakonisht, çdo njeri që shkon dhe rritet në profesionin nëse në hobin e ti, përmirësohen edhe gjëra që ti ndoshta ke mendu ndonjëherë që nuk kanë u përmirësu asnjëherë. Po. Edhe kjo është ndoshta një benefit që e bëjnë stërvitjet që i bëjnë vazhdimisht. Tregon pak se si mundi është tash këtë kohë që nuk je duke u stërvitur në natë? Okej, nuk është që punina keq, ama ndiqysh nuk po moj me nej pasiv, kur nuk po kam natë, po dalë me lu volejbol në bërë, ose diçka që mon mu në aktivitete, se nuk po moj me nejtë veç telefon, ose me këqër televizor, ose me flajtë, shtrit, nuk po moj, veç tuna me buna Se vetë sa përmendet që ke qenë prej fillimit një fëmijë aktiv, edhe është problem. A pe ki vështirë me najtë tash me mu ullqëtë? Jo. Se tash më s'pëton, po natë s'mujna me bu kështu që na shtave gjimnastikë. Po më vje mirë që je një fëmijë aktiv dhe një fëmijë që nuk mund është me najtë pasiv. Edhe është shumë e rëndësishme që mos më u përdor shumë teknologjia, edhe pse ti e përdor, po e përdor për gjërat e mira, sepse informon të tjeret, për diabetin, por edhe e shojnë edhe sukseset e tua. Po. Por a mendon që fëmijët me diabet në Kosovë janë që i motivojnë ose i përkrahen? A janë të përkrahur mjaftueshëm apo jo? Unë menoj që jo, se Kosova me diabet ka me shumë ropa. Tash me shku të një doktor edhe me ti me bli një pumpë të insulinës, edhe mi thonë, a mund është më mavnu, nuk din, do të me thirë një mjek për joshtet, ose diçka që është manal, se mjeko vetëm me të avnu pumpën, edhe nuk menoj që fëmijët e vogël janë përkrahur nga shteti.
A është keq kjo? A mendon që duhet me bo diçka të tjerët dhe a mendon që me këto video që ti vetëm i poston mundën me pas impact edhe tek institucionet? Po, unë mendoj që mundet me pas impact të shumët. Unë që ka du me bu për diabet në Kosovë është që mi pru senzorat, se në shtetet jashme për shambull, kur henë barnatore, senzorat janë si për shambull, si një paracetamol që është aty që në rofta senzorat, dhe më thonë nuk është asgjë për jashtë shtetet, e këtë në Kosovë vetëm insulinat japim folas. A mendon që sfidë për fëmijët në Kosovë për diabet janë edhe sigurimi i pompave që vetë sa e përmende? Po, është shumë vështirë, ku edhe pompat e insulinës janë shumë vështirë mu gjetë. Mund është me gjetë, për shembull, se di, në Gjermani edhe në Francë më s'ka pofsha, edhe në Kosovë njëherë për njëherë nuk mendoj që kanë me pru pompa e as sensora. Kjo është një sfidë për të gjithë fëmijët, por besoj që kjo do të zgjedhet sa më shpejt dhe po më vjen mirë që vetëm se sot je këtu me ne dhe po i tregojmë të gjithë fëmijëve që janë me diabet që ëndrat nuk duhet mund dalë, apo jo? Po. Tregoj pak se fillimet kanë qenë të vështira, si do qoftë dhe tani vetë se po i shohim të gjitha këto suksese. Po. Trego sa ka qenë pak tani kur e she vetën, si 12 vjeqare, që kanë shkuar disa vite prej kur ke qenë e vogël, tregon pak se si ndihesh që sot po i shohim këtu në tavolinë. Okej, unë ndina shumë krenare me vetën që i kam fitu krejt këto medalje, se edhe nuk është që diabeti më dalër mu prej krejt këtymve medaljev, kam qef, për mu këtu nuk janë heq bëllë, kam qef me pas shumë medalje që me arrit shumë sukses. A ki ndonjë garë më së fundmi tani që kime realizu, apo jo? Jo, njëherë nuk kemi, për sezon të verës janë kry garat, ta zhvejgjë në sezonin e vishtës. Tregome të pak ujza se sa duhet me pas kujdes edhe nëse bën aktivitet fizik, por tregoj edhe të gjithë fëmijëve që nuk duhet mu të pru, apo jo? Po, nuk duhet mu të pru shumë, sepse nëse te ke sheqerin më stabil, për shambull, 8, 7, edhe të nëse e mundën vetën shumë në aktivitete, mundet që më të ullë shumë, edhe më ka rastet që mundet më të ullë në pikë 2 ose ma pak se 2, që mundet është riziko shumë i naltë me rënë kom diabetike. Tregon pak se cila është ëndra jote më e madhe për të ardhmen. Okej, ëndra më e madhe është që me mri me shkollë edhe me sport, me konë njëri shumë me personalitet lartë edhe mu konë krenare me vitën. Edhe një mesazh për të gjithë fëmijët që janë të diagnostikuar me diabet tipit 1, edhe të gjithë fëmijët që kanë ndonjë sëmundje dhe shpresoj që ta kalojnë sa më lehtë. Besoj që ti je një motiv për ta dhe jepja një mesazh të gjithë atyre që të shohin tani. Unë një mesazh kam për diabetin, që diabeti nuk ma ka marrë buzëqeshjen e as energjinë, vetëm më kallëzu se sa e fortë është në zemër e fëmija. Bravo Ujza, faleminderit shumë që ishe sot këtu me ne. Je një motiv jo vetëm për fëmijët, po je një motiv për të gjithë njerëzit që të shohin, je një motiv për të gjithë ata njerëz që mendojnë që një sëmundje apo një problem në jetën e tyre është ndaluar atë, por duhet me kuptu që jeta është e gjatë dhe duhet me jetu që është mas mirë dhe nuk mundet me të ndalë asë një sëmundje nëse vetëm je me motiv dhe me aktiv në jetën të ndem. Faleminderit shumë Ujza, faleminderit që ke ardhur me të gjitha këto medalje dhe shpresoj që herën tjetër kur të vesh me imbush krejt këto hapësira me medaljet e tua. Shpresoj. Faleminderit shumë. S'ka përsa.